Profesori i çështjeve juridike Mazlum Baraliu, duke u ndalur në mundësitë për kapërcimin e bllokadës së krijuar për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se situata duhet të mos zgjasë pafundësisht, duhet të ketë ndërhyrje sipas tij nga faktori ndërkombëtar ose që presidentja Vjosa Osmani t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për përgjigje. Nuk mund të ketë zgjidhje në këtë situatë. Kjo mund të vazhdojë pafundësisht derisa të shkojë në gjykatën kushtetuese për një përgjigje ose të ketë ndërhyrje nga jashtë, nga ndonjë mik apo disa shtete që mund t'i bindin, sepse zakonisht nën presionin e të huajve i dëgjojnë ata por nuk e dëgjojnë njëri tjetrin, ka thënë Baraliu. Megjithatë, ai e sheh si mundësi rrugë zgjidhje që presidentja Osmani t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për një përgjigje. Nuk ka limit për këtë situatë sepse është një vakum kushtetues dhe ligjor. Çështja e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit duhet të zgjidhen edhe kryetari edhe nënkryetarët. Presidentja mund të adresojë çështjen në gjykatën kushtetuese për të marrë një përgjigje se çfarë duhet bërë, dhe nëse duhet të vendoset një afat kohor, sepse nuk mund të vazhdojë kjo situatë në pakufi, ka thënë ai. Baraliu mëtej ka kritikuar të gjitha partitë, duke thënë se zvarritit janë në pasoja, jo vetëm të funksionimit institucional, por edhe në realizimin e projekteve për Kosovën. Qytetarët po ndalen dhe po thonë, çfarë kanë këta njerëz që kanë fituar me votat tona dhe nuk kanë keqardhje e as respekt ndaj nesh që u kemi dhënë votën, dhe kjo vlen për të gjithë deputetët pa dallim, po ndikon dhe do të ndikojë çdo vonesë jo vetëm në zhgënjimin e qytetarëve, por edhe në pasojat për shtetin, sepse ka shumë marrëveshje, investime dhe donacione nga jashtë, të cilat presin të implementohen pasi të formohet qeveria e re, ka thënë ai. Një papjekuri totale dhe papërgjegjësi. Kjo është një sjellje e pahishme, e pandeshme deri në patupërsi, shprehet mëtej profesori. Sa kaq kuvendi ditën e sotme mbajti seancën e 7 në përpjekjen për konstituim, e cila dështoi, ashtu si 6 seancat e mëparshme, me Albulena Haxhiun, që mori vetëm 57 vota, jo të mjaftueshme për të zgjedhur si kryeparlamentare.